Çdo qershor matura shtetërore duhet të jetë në një garë të barabartë dhe të ndershme, por realiteti po bëhet të gjithnjë më i errët. Në 10 vjeçarin e fundit, 18.000 maturant i mungojnë vendit. Nga 45.000 maturant që u testua në 2015, këtë vit ishin vetëm 27.000. Ky trend sipas ekspertëve lidhet me faktorë të shumtë si rënja e lindshmërisë, emigrimi masiv apo orientimi drejt arsimit profesional. Tezat e maturës dalin online pak minuta pas nisjes së provimit. Në 2025 ndodhi sërish, fenomen që përsëritet por askush nuk ndërshkohet. Mësuesja Gjule Tërsiset Levadoka shprehet se kjo nuk është thjesht një shkelje, por rënim i sistemit arsimor dhe meritokracisë. Mësuesja denoncon se në shumë shkolla futen celular dhe një listë me emra të maturantëve, nga ata që duhen ndihmuar, qarkullon përpara provimit. Ndonë se është një fenomen i përsëritur, Ministria e Arsimit pretendon se procesi nuk cënohet, por realiteti është i mbushur me dyshime dhe pabarazi. Për ekspertin e arsimit Ndriçim Mehmeti, kjo është një grabitje dijes dhe meritokracisë organizuar nga Ministria e Arsimit, administratorët dhe prindërit. Rënja numrit të maturantëve, dalja e tezave dhe mos ndërshkimi askujt e kanë kthyer maturën në një farsë që gërryen themelet e sistemit arsimor. Nëse nuk ndërmerren masa të forta, duke nisur nga ndëshkimi atyre që nxjerrin tezat, sistemi arsimor rrezikon të humbas funksionimin e tij.